qeveri teknike me mandat 12 mujo, këto si kishin fare. Dhe në këtë këndvështrim, dhe mbi bazën e këtij argumenti, unë dhe kolegët e mi antarë të konferencës kryetarëve, ja kemi bërë shumë qartë që nuk e njohim partinë e Sali Berishës si parti përfaqësuese e protestës. Dhe me qenë se tani më komunikimi bëhet publik edhe me ata që pretendojnë që janë organizatorë të protestës, kushdo qofshin ata, se ende nuk dihet se kush janë, po kushdo qofshin ata, edhe me qenë se kanë pas dite radhën e tyre për të folur, ti përgjigjen dhe kësaj çështje, a ka mandat partia e Sali Berishës të përfaqësoj? Jo, nuk pyetat, ju opozita nuk e njihni. Jo, edhe ju jeni në konflikt interesi. Jo, s'kam asnjë konflikt. Ju protestuesit nuk i njihni, njëri thoni është agent iranian, tjetri është agent i Greqisë. Kë njihni ju zoti Balla përveç Partisë Socialiste dhe grupit tuaj parlamentar? Atëherë edhe po ta ripërsëris. Partinë e Sali Berishës nuk e pranoj për përfaqësuese. Se qytetarët Ndërkohë që sapo nga protestuesit, me që e ke doni kështu, të mbërrijnë në Kuvendin e Shqipërisë një kërkesë me shkrim, do t'i kthej përgjigjet atyre. Mënyra se si ishte formuluar kërkesa ishte që partia e Sali Berishës vinte në Kuvend për të kërkuar në emër të protestuesve 1, 2, 3, 4, 5. Dhe unë jam aq serioz në vlerësimin e kërkesave, jo për shkak partisë Saliut, por jam serioz për ata që janë në shesh, dhe i mora me radhë. Tha, në emër të protestuesve, partia e Sali Berishës tha që duam rrëzimin e qeverisë, pra duam dorëheqjen e qeverisë. Ishte pika e parë. Në fund të komunikimit tuaj do t'ju jap të gjitha kopjet për korrektesë të komunikimit publik. Dhe i kam thënë, ju keni marrë përsipër të sillni në Kuvend kërkesën e protestuesve sipas jush, që ju pas kanë mandatuar ju, që kërkoni dorëheqjen e qeverisë. Nuk kërkohet me mocion me debat. Kërkohet me mocion dhe merrni proces verbal. Kërkohet me mocion mos besimi. Mblidhni 1/5, i bie 28 deputet, i kam 28, i bëjmë. Dhe i këtu shkojnë, dhe 28 e kapi. Se më thellë se kaq nuk shkojnë dot.